Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, sot pranë jush do të vi me një rrëfim në fakt të çuditshëm, një rrëfim që më ka çuditur edhe mua se deri ku shkon budallalliku. Do të thoni pse. Një vajzë nga xhelozia i ka vënë flakën shtëpisë në Tiranë pse ka parë të dashurin duke ndjekur femra të tjera në Instagram, domethënë është tmerruar fare. Në rrëfimin e ka shkruar kunata e saj, vajza e shtëpisë, e cila tregon tmerrin që ka përjetuar kjo familje. Unë jam vajza e kësaj shtëpie. Ajo shtëpi që në fakt sot nuk ekziston më. Ajo shtëpi që u shkrumbua bashk me kujtimet tona të mëdha. Me zërin e nënës sime, me erën e bukës të sapo pjekur dhe me fëmijërinë time të varrosur krejtësisht nën hi. Po ju tregoj këtë rrëfim me duar që ende më dridhen, sepse zjarri që përpiu shtëpinë tonë nuk ishte thjesht një flak. Ishte urrejtje, ishte xhelozi, ishte çmenduri edhe një telefon i vogël me Instagramin në dorë. Dhe paramendoni, e zbulon burrin në Instagram që po ndjekën femra të tjera, edhe e djeg komplet shtëpinë. Gjithçka nisi ditën kur nusja vllaut tim hyri në jetën tonë, hyri në shtëpinë tonë. Në fillim dukej vajzë e qetë, e sjellshme, madje edhe shumë e turpshme thot. E thërisnim vajzë e urtë. Nëna ime e donte jashtëzakonisht shumë. E trajtonte si bien e saj. Unë e ndihmoja në kuzhinë, qeshnim bashk, ndanim sekretet, më shumë se motra mo, do të thënë shumë të afërta. Por brenda saj fshihej një stuhi që askush nuk e dinte dhe nuk e pa. Derisa ishte tepër vonë.